Goleat blu edhe pse jo fort e lehtë për skuadrën e Muçës që tashmë shikon veten me 23 pikë para në superiore. Një ndeshje në letër e lehtë, por që në fushë vështirësohet deri diku. Kotori merr kartonin e kuq të dytë në karrierën e tij dhe bashkë me të po në këtë ndeshje edhe Semina, ndërsa Sefa për blut regjistron dopjetën e parë. Takimi do të nisë me një karikim të plot të miqve, por që Dinamo tregohet e kujdesshme teksa pret momentin për të ndëshkuar dhe jo në pak raste. Canaj luan kundërisht skuadrës së tij, por që nuk ishte për fat dita e tij. Tenton në fakt që në fillim të lojës Gramozi me Oliverën, por gjuajtja e tij standarde mbetet jashtë. Reagon me njëherë Dinamo në të shtatën kur Baka jarkon në zonë, aty është Gentian Muça që godet me kokë grushton Toçi, portieri mik. Vjen çasti i golit parë, është minuta e 17, si zakonisht Elis Bakaj servir një top në zonë për Sefën, i cili me kokë shënon, duke kaluar Dinamo në avantazh 1-0. Është ende erët, por blut gjejnë avantazhin. Gramozi kuret në lojën e tij, ndërsa Dinamo shton presionin. Minuta e 24, Muça e Sefa kombinojnë bukur, teksa sulmuesi dinamovit kërkon të bëjë gol të veçantë, por këtë herë nuk e arrin. Tenton më pas Soza, arkon nga e djatha dhe Bakaj me kokë gjuan, por mbi tranvers. Sërish Bakaj, 1 minutë më vonë nga një goditje dënimi nga 25 metra distancë, por portieri Gramozit është i vëmendshëm. Minuta e 37 do të shënoj një rast të artë për miqt, kur Lena i vetëm përballë Kotorit dështon pasi portieri dinamovit bën mrekullin dhe nuk lejon gol, por lejon grushtim. Minuta e 41 rast për Moviol, Dos Santos përballë Kotorit shmang bukur këtë të fundit, por pengohet për kryesorin Jorgji. Kartoni kuq pasi portieri blu ishte lojtari i fundit në momentin e faullit. Kotori jashtë, Dinamo me 10. Gjuan Matej Oliveira, por Hoxha tashmë i futur në lojë në vend portierit pozicional pret me lehtësi. Pjesa e dytë do të nisë me një gol sërish për blut. Minuta e 47 është sërish Elis Bakaj, arkon me stilin personal zbavitës. Topi shkon te Gentian Muça, i cili me kokë shënon një gol shumë të bukur duke dyfishuar rezultatin. 2-0 dhe tashmë Muça gjen një farë qetësie. Vjen edhe balancimi numerik në fushë, teksa në të 54-ën Semina vjen me shpejtësi dhe ndërhyn rënd ndaj lojtarit të Dinamos, duke marrë të verdhën e dytë dhe automatikisht të kuqen. Vjen goditja e tretë për miqt dhe dorëzimi për skuadrën e Canajt. Minuta e 56, Bakaj me një goditje mjeshtrore dënimin e të djathtë, në të jashtmen e këmbës gjen shtyllën e parë të Toçit dhe më pas rjetën mposhtë portierin. 3-0, tashmë loja bëhet edhe më zbavitse për Dinamon. Gramozi luan për minutat e mbetura. Dinamo ka ende uri, as pak më shirë, teksa do t'jetë Sefa, që në të 66-ën shënon edhe golin e 4, teksa tregohet i vëmendshëm në ndjekjen e aksionit. 4-0 për ekipin vendas. Tenton Sadiku më pas për skuadrën e Gramozit, por topi kalon mbi tranvers. Do të ketë shans Rustemi në të 80-ën, por nuk mund të shtyjë dot topin për te vjes fatale. Dinamo ka lëshuar pak, gjendet +4 në fushë, teksa Gramozi kërkon të shënoj gol nderi. Provon Matej Shaqiri në minutën e 85, por grushton Hoxha në trekëndçin e djathtë të portës së tij. Përfundimisht 4-0 dhe Dinamo merr lehtësisht fitoren e detyruar, teksa Gramozi golat. Trajneri Canaj konfirmon çështjen e mentalitetit lojës në superiore për skuadrën e tij, ndërsa Muça tashmë ka kohë plot për të përgatitur sfidën e madhe me skuadrën e President Xhatit një javë më vonë me Besën.